Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AI, 34 vjeç banues në Vlorë. Pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotik cannabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit. KSH, 28 vjeç e banuese në Vlorë, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me automjet me drejtues shtetasin AK, 35 vjeç banues në Himar. Si pasojë u dëmtuan shtetasja KSH, e cila po merr ndihmë mjekësore në spitalin e traumës, dhe shtetasi TK, pasagjer i cili po merr mjekim në spitalin e Vlorës. EÇ, 34 vjeç banues në Vlorë, pasi me automjeti që drejtonte ka përplasur një automjet dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Një 17 vjeçar banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu referuan materiale në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi BH, 33 vjeç banues në Vlorë, se i kanë dëmtuar automjetin e tij të parkuar. Vijon puna për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.